U kthejam në studio për të folur në lidhje me sfidat që ka pasur komuna e Vushtrrisë për këto 4 vjet, ku me mua në studio është kryetari i komunës së Vushtrrisë, zotëri Ferit Idrizi. Zotëri Idrizi, faleminderit shumë që pranuat që një pjesë e infotesë. Faleminderit për ftesën. Zotëri Idrizi, ky mandat 4 vjeçar si ka qenë për juve? Keni arrit të plotësoni sfidat e juve kryesore, të cilat juve i keni pa gjatë këtyre 4 viteve? Ka qenë një mandat shumë dinamik, për shkak të komunikimit, volumit të punëve, për shkak të angazhimeve të mia, po ka qenë një mandat shumë sfidus, për shkak të shumë sfidave që i kemi pas, sidomos të ana buxhetit nga kontrata kolektive, që sigurisht do ta përmendim më vonë, po gjithsesi e vlerësoj që kanë qenë edhe një mandat shumë i suksesshëm, për shumë arsye. Ne e kemi mbajtë komunikimin me qytetarë çdo ditë, kam komunikuar me qytetarë, kam prit qytetarë dhe kam qenë pranë halleve të qytetarëve në dy. E vlerësoj si shumë të suksesshëm sepse atë që e kam planifikuar, do me thonë jam vetëm në përmbyllje të realizimit, do me thonë ato objektiva kryesore që i kam planifikuar për gjatë mandatit 4 vjeçar. Kryetar, unë e pash një slogan t'juaj që ishte kryetar për të gjithë. Pse pikërisht ky slogan? Po, ju thamë sinqerisht, nuk do flas politikisht, po ashtu ma kanë ndje shpirti, sepse në momentin kur jam nominu për kryetar komune, ja kom qitë obligim vetit me qenë kryetarit të gjithëve. Në atë kuptimin që secili qytetar i komunës së Vushtrrisë, tash po tham pa dallim partije, sepse janë këto parti tash në trend me i pyet njerëzit çfarë partie je, ku je pozicionuar, por pa dallim me i trajtue ashtu qysh e meritojnë edhe ashtu qysh e ndrojnë qytetarët me pas një kryetar. Kryetar, a ke hasë në bashkëpunim me të gjithë qytetarët pavarësisht përkatësive politike? A keni arrit që të keni një unitetit ashtu si që kërkohet e kryetarët? Shumë, edhe me qytetarët, po edhe me subjekte politike. Është ndoshta rast i rrallë që mundi me i përcjellë rrjetet sociale për 4 vite nuk e kam asnjë ofendim, asnjë sharje që këtu e mbot trend, çado që poston. Tjetra, për 4 vite kemi bashkëpunu shumë edhe me subjekte tjera politike. Normal që kemi qenë të kritikuar, ato dikun kam pas arsye, dikun edhe nuk kam pas arsye, por megjithatë ka qenë një frym shumë e mirë. Kryetar, me qenë se pona afrohet vera dhe diaspora e vetë se ja ka mësy Kosovës, unë pash se ju keni bërë një nismë për formimin e drejtorisë të diasporës. Po është edhe shumë lehtësime të tjera, si që ishin edhe parkingjet për mërgjimtarët. Po për ma shumë detaje do kisha dashur të dëgjoja nga ju. Në pak e përmendëm kështu që unë kam qenë i fokusuar për 2 kategoritë të shoqërisë. Shumë janë rinia edhe janë diaspora. Me që u përmend diaspora, në tash e disa vite organizojmë për diasporë, për post festivalit të diasporës, që do të organizohet në muajin korrekt dhe në muajin gusht, që tashmë po bëhet tradicional, na ofrojmë edhe lehtësira, do të thonë edhe ditëve të shtunë punon administrata komunale për me ofru shërbime diasporës. Në anën tjetër, po janë edhe ato disa lehtësira, do të thonë se është bëu problem edhe janë bëu edhe parkingjet, jo vetëm Vushtrri, po gjithku në Kosovë. Ne ju kemi afruar dhe atë lehtësirë diasporës dhe po besoj që si vjetë do të kenë edhe një privilegj sepse e bojmë edhe hapjen e parkingut nën toksor që janë dikon përmi 105 vend parkingje edhe ato do t'jene shërbim të tyre. Kryetar, me qenë se ju keni formu një drejtori që ka të bëjë vetëm me diasporën, cilat janë kërkesat specifike që diaspora ka adresu, ka arshi komunës së Vushtrrisë, ato që ka dashur me zgjedh? Në drejtorinë e diasporës se kemi themelu, tash është në organogram, qëllimi ka qenë ofrimi bashkëpunimit me diasporën, sepse diaspora përbën kapacitet edhe intelektual, përbën edhe kapacitet ekonomik. Kemi vizituar shumë kompanitë e fuqishme të diasporës, janë shumë të gatshëm me ofru investime direkte në Kosovë, në komunën e Vushtrrisë. Tash do me thonë është... Çfarë lehtësime, kryetar, mundeni mi bë juve bizneseve që dojnë marrë në Kosovë dhe me pa punë e tyre edhe në Kosovë, me i hap bizneset e tyre edhe në vendin tonë? Kërkesa e tyre është prona, vetëm prona. Do me thonë me ju ofru pronë, kërkojnë dikush 20 hektari, dikush 1 hektar, kërkon
kur gjë tjetër. A ka mundësi komuna e Vushtrrisë? Po i ka do mundësi edhe pse nuk janë ku me ditë sa, po i kemi disa mundësi edhe veç që i kemi përfundu bisedime domethënë me këta operator, edhe po besoj që shpejt kemi me i pa edhe investimet e tyre. Kryetar, ti thërë se qëllimi juaj ka qenë edhe fuqizimi i rinisë në komunën e juaj dhe jeni marrë jashtëzakonisht shumë me këtë punë. Cilat projekte juve keni arritë që t'i përmbushni, sa i përket rinisë në komunën e Vushtrrisë? Mos pari po më vjen në mirë që po cilësoni si projekt, sepse shpesh herë kur më pyesin gazetarët. Është jashtëzakonisht i domosdoshëm, besoj që është një projekt shumë i rëndësishëm. Kur më pyesin gazetarët cili është projekti që kemi identifikuar gjatë mandatit, unë përmend një rinin, domethënë, është projekti më i madh që unë kam investuar te rinia në shumë dimensione. Qëllimi ka qenë zhvillimi i kapaciteteve profesionale dhe përgatitja e tyre për tregun e punës. Kjo është shumë e rëndësishme. Kur i përmendëm këto, mund të përmendim domethënë shkollimin e tyre, zhvillimin e kapaciteteve për të rriturit, tash të gjithë të reja dhe të rinjët kanë mundësi në 5 profilet e programimit me ndjek shkollimin falas, është një shkollim 6 mujor në 2 module, në shkollën zvistrane Spix, është ato në Vushtri afër, edhe organizohen trajnime shumë profesionale dhe ka interesim kryetar? Ka shumë interesim, për zgjedhjen e bën vetë kompania, po nuk është numër i kufizum, pra që me zhvillu ndoj konkurencë në brendshme, po në me thonë kush ka pas dështirë, i kam vizitu disa herë, me të vërtet është kënaqësi me shku me pa ata 33 ata ashtu zhvillu aplikacionet ndryshme në fushën e programimit. Kemi ofruar kurse të gjuhëve tuaja po ashtu, gjuhës gjermane, gjuhës angleze. Shumë prej atyre që i kanë kryer gjuhën gjermane janë veç të punu ato në Spix dhe marrin paga shumë të mira, në me thonë call center. Madje për arsimin për të rritur, po ashtu kemi investu shumë në qendrën gjermane të trajnimeve, po janë të gjitha zanatet, elektrosaldus, instalusi ujtë, ngrohjes qendrore, do me thonë instalusi i rrymes, fasader, grimer, parukeri, kuzhinier, gjithsejt janë 11 profile. 11 profile edhe djemët edhe vajzat i kanë pa pare, vetëm munën me zgjedh edhe ku e gjejnë vetën, do me thonë që i kanë ato shkallësi. Edhe kjo ka jap rezultate shumë të mira, sepse shumë prej tyre që e kanë kryer, do me thonë janë punësue, dhe unë e vlerësoj që sot në trendet bashkohore, ajo që është shumë me rëndësi është që trit me qenë kompetent për një profesion, qoftë se na rrimi me kriju kompetencat e trit dhe me jau jap një profesion ashtu si duhet, atëherë kanë me ju hap edhe rrugë të tjera. Tjetër kemi nda bursa studimi, do me thonë nivelin bachelor edhe master, dhe e veçantë të kësaj është se vlera bursës ka qenë, tash mos bëj krahasime me bo marketing, po ka qenë më e lartë se që japet në universitetet publike të Republikës së Kosovës, dhe tjetra është kemi edhe një marrëveshje. Është një motiv që shumë të ri që ta arrin këtë bursë t'japin më shumë rezultate në shkollimin e tyre. Po, mandej kemi marrëveshje bashkë financimi me York University, që është një ndër universitetet më prestigjioze të Mbretërisë së Bashkuar, dhe ato të ritone kanë mundësi me studiun e shkenca kompjuterike përkatësisht edhe këto programimin, në profilet ndryshme të programimit, inteligjencë artificiale dhe psikologji klinike. Tjetra është i kemi mbështet shumë të ri dhe të rejat në garat të ndryshme, qoftë vendore, qoftë ndërkombëtare. Vlen të theksohet se vitin e kaluar na ju kemi pagu, kemi qenë komuna vetme që ju kemi pagu bileta për udhtim që kanë shku në gara dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, se mos flasim për... Unë besoj që kanë sjellë rezultate. Kanë sjellë rezultate jashtëzakonisht mira, i kanë promovu shumë, se çdo herë para nisjes edhe pas kthimit unë i kam prit në zyrën time, i kam motivu, mandej edhe i kemi shpërblyer edhe me të holla gjithë ata të ri që i kom pas në zyre, që kanë arrit në rezultat. E që besoj që ju ka motivu edhe më tepër. Një mirë njohje edhe po ndoket ka qenë edhe një shumë simbolike 200 euro pare.
Kryetar, tek sa jemi të këtë rinj, një çështje shumë e rëndësishme e cila është e përfshirë gjithsesi në plan programe shkollore, është edhe çështja e digitalizimit. Sa keni arritur juve që ta përmbushni nivelin e digitalizimit në Vushtrri? Nuk kemi arrit me përmbush kënaqshëm, edhe pse kemi filluar në disa shkolla, po arsye këtu prapë do të më kthy te financat e buxhetit, sepse me ju marr një komunë të vogël që është komuna e Vushtrisë, po zonë vetëm prej vitit 2021 deri që tash do me thonë një pagu 8.832.000 euro. I kemi edhe 1 milion euro që po na presin për mbaru si ka pru me i pagu. 2021 po hjekum se nuk kam qenë kryetar komune une, këtë vit i kam pagu 729.000 euro, por prej vitit 2022 që po morëm vetëm vitin 2025, na i kemi pagu 1.723.000 euro i kemi paguar, do me thonë që i ka marrë për mbarusi, për kontratën kolektive të mësimdhënësve, një kontratë që normalisht është dashur me e pagu në nshusi kontratës që në këtë rast ka qenë Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që ka nëshu me sindikatën e bashkume, po ka ndodhë si ka ndodhë, paret ja u kanë marrë komunave dhe na kanë dëmtu shumë, edhe pse mësimdhënësit i kanë meritu këto pare, sepse ka qenë një kontratë është puna djersa e tyre. Kryetar, kemi pa edhe kryetarin e Asociacionit të Kosovës, i cili vazhdimisht ka folur në lidhje me kontratën kolektive dhe dëmët që po ju bëhen komunave të Kosovës. Mirë po, juve specifikisht përveç këtij rasti që ka të bëj me digitalizimin e arsim, çka më tepër ju ka penalizu çështja e kontratave kolektive? Po, kontrata kolektive ka prek në shumë dimenzione, sepse ato i kanë marrë paret prej shumë kodeve buxhetore, i kanë marrë prej investimeve kapitale, do të thotë, ne kemi pas të planifikuar investime kapitale për vitin 2025, gjithsesi kemi pas 5.032.000 euro, dhe tash shumë projekte janë zvarrit se në vitin e kalum, kur ne ka marrë për mbarusi, na u dashur me ju thonë operatorëve mos punoni. Më thonë mos punoni, sepse nuk kemi pare me i pagu faturat. Dhe u dashur me prit deri këtë vit, me shpresën që këtë vit nuk i kemi me pas këtë telash edhe prapë edhe këtë vit, kështu që janë një numër i madh i projekteve, do me thonë që është dashur me u përmbyll dhe kemi pas ngecje në këtë drejtim, edhe pse dorën zamër është punu shumë, kemi realizu shumë projekte, sepse kam gjetë edhe donatorët e tjerë, por unë po flasë për këto që na i kanë marrë. Mandej na kanë marrë edhe prej madrave dhe shërbimeve, do me thonë kanë metë shumë projekte që realizohen prej madrave dhe shërbimeve pa u realizue, kanë marrë edhe prej subvencioneve dhe transfereve, do me thonë se kemi mujtë edhe këto, do me thonë me subvencionu ma shumë klubet sportive, rinin, aktivitetet ndryshme e tjere, edhe këto në kanë marrë. Pra, në shumë dimenzione në ka dëmtu kjo kontratë kolektive, por shpresojmë se ma në fond do të me u gjinë një zgjidhje dhe mos me u dëmtu komunat. Kryetar, përmante edhe donatorë të ndryshme të cilët ju kanë dalë krah gjatë gjithë kësaj periudhe. A ka qenë e vështirë për juve si komunë e Vushtrisë gjetja e këtyre donatorëve? Dhe a ka ende donatorë vullnetar që vinë në komunën e Vushtrisë edhe ju ndihmojnë në projekte të caktuara? Po, në disa kemi pas donatorë, do me thonë, të organizatave të ndryshme ndërkombëtare, si që është për shembull Islamik Relifi, në bashkëfinancim me të cilin na jemi tu ndërtu një treg të Gjelbert, që është vërtet një treg modern, është me komplet i mbuluar, do me thonë 22 ari ven janë në mbuluj, mandej është parkingu në toksor, mandej, do me thonë me të gjitha që i duhet. Djetë se Vushtria zakonisht është përmendur në lidhje me tregun që bëhet atje. Po, është përmend shpesh në përfushata zgjedhore, po ja që i erdhi rani, do me thonë i mandatin tim me u finalizue. Kemi pas edhe projekte të tjera të bashkëfinancimit, për shembull i kemi këtë mjekësinë mobile, që gratë 7 zona dhe plesht edhe personat me nevojë, do me thonë shërbimet ju afrohen në shtëpi drejt për drejt, do me thonë është kjo ekip që i bashkëfinancojmë bashkë me Islamikun, mandej projektet e tjera që i kemi bashkëfinancu kanë qenë edhe në fushën e bujqësisë, për shembull i kemi bashkëfinancu 273 sera me nga një ari, edhe ajo ka qenë diçka jashtëzakonisht e mirë, po kur jemi të donatorët, mos ju esën bësh, do me thonë që i kemi pas bashkëfinancuese edhe institucionet e brendshme, do me thonë ministrit e ndryshme, si që është Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit, mandej kemi pas edhe Ministrinë e Zhvillimit rajonal e kështu me radhë.
Kryetar, teksa po flasim në lidhje me qendrën, pra me nivelin qendror, si ka qenë bashkëpunimi juaj për këto 4 vjet? A ka pasur një bashkëpunim të mirë, meqense shumica e komunave janë ankuar që nuk kanë mund të kenë bashkëpunim për shkak të qasjes jo të mirë të qendrës drejt problematikave që ata kanë pasur? Që është bashkëpunim të mirë, kumë pasë që shpesh herë, mu më thejshë në herë, kjo është në vetë vendosje, mandejmë që të një parti tjetër, një parti, por unë dorën zemër jam shumë institucionalist, respektoj institucionet shumë, sepse ja kemi obligim shtetit të Kosovës. Unë shpesh herë thamë se shteti është si organizmi, branda i ka organet, por një organ me qeni smutë, është edhe organizmi smutë, nuk funksionon si duhet. Dhe në këtë kontekst, unë Qysh arritje kryetar që ti me pas një bashkëpunim mirë, ndoshta është mirë me nda përvojën për kryetar të tjerë të komunave? Por besë nuk e di, ndoshta edhe qase jam është që kam qenë shumë i afërt, unë i kam respektu shumë, edhe i respektoj, edhe më kam pranu ashtu, edhe kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, nuk kam pas të lashe në këtë drejtim. Kryetar, kemi pas ka gjatë shumë kohë gjatë ankesa nga qytetarët në lidhje me punimet në rrugë që janë bërë në komunën e Vushtrres. Tashmë po shkon drejt fundi, mirë po sa ju ka pengu juve gjendja në rrugë, edhe pse është çështje e qeverisë, Ministrisë së Infrastrukturës, ndërtimi i autostradës atje, mirë po sa ju ka penalizuar juve në punën tuaj, mos ndërtimi në kohë të duhur. Po, me të vërtet ajo pjesë e autostradës është stërzgjat shumë, edhe i ka pengu qytetarët shumë, po ma në fund tash ka ardhur deri në hyrje të Vushtrris, ka metë edhe një segment nga hyrja e Vushtrris që kalon përmes qytetit, sepse edhe ajo është pjesë e ministrisë, derisa nuk na dorëzojnë neve, edhe pse kam kërkuar zyrtarisht që më na transferu neve atë pjesë dhe me rregulluar. Kanë qenë pengesa baje të mëdha. Po megjithatë edhe na gjatë punimeve ka pak i kemi pengu qytetarët, po më rëndësishme që kemi bërë diçka, kemi ndërtuar rrugë të mira, kemi ndërtuar rrugë me projekte, me standarde dhe... A keni arrit kryetar që të bëhet asfaltimi i rrugëve në gjithë komunën e Vushtrres, edhe riasfaltimi i pjesëve ku kanë qenë të dëmtuara? Po tash, pothuajse po, riasfaltimin veç që kemi filluar i ka dikon që 2 javë ditë, kemi filluar prej qytetit, tash po riasfaltohen gjitha ato rrugë të dëmtuara edhe javën nashme do dalëm edhe në përfshatra. Por besoj që deri në fund mandatit e përmbylli mandatin ashtu që kam dëshirë me përmbyllë. Kryetar, përmende në pika të shkurt çështjen e shëndetësisë, përmende mjekësinë mobile e cila është afër qytetarëve, mirë po sa i përket shëndetësisë në komunën e Vushtrres si qëndron gjendja. A keni mjaftueshëm staf që të përmbushni nevojat e të gjithë qytetarëve? Edhe në këtë drejtim, edhe pse është e planifikuar me rajonizimi, prapë qytetarë shpesher koncentrohen në një qendër mjekësisë familjare. Ajo pak e vështirëson atë menaxhimin dhe ofrimin e shërbimeve, megjithatë duhet të jemi sinqertë se nuk kanë pas ankesa, ka pas po të vogla kanë qenë, domethënë kryesisht në fillim të mandatit kanë pas ankesa prej qytetarëve për disa analiza që nuk jenë kry, ma voni kemi përmirësuar atë, po në përgjithësi qytetarët janë të kënaqur shumë me shërbimet që i ofrohen, edhe unë du me falenderuar stafin shëndetësor se me të vërtet gjitha qëto shërbimet që i ofrohen qytetarëve ne duhet me qenë mirë njës shumë, sepse çdo gjë është pa pare. Na në ditët e sotme secili prej neve ka dalë edhe në botën e jashtme, pra po thamë gati s'ka dikush prej neve që s'ka dalë edhe në perëndim, por mos me i dhonë shumë zjarë kësaj pune, asë në perëndim nuk ka kështu shërbime pa pare edhe në çdo kohë me shku të mjeku. Ka agenda që ndoshta do të me prit me javë, por me shku me bo një vizit, një analizë, një qëka. Fatmirësisht në Kosovë ende nuk ka ardhur ky rendi. Jo, mirë, kjo është mirë, ka nevojë me u përmirësue, ka nevojë për shembull me u bë digitalizimi i shërbimeve shëndetësore, ka nevojë se nuk do të më kanë as na krejt kënaqshëm, po e pata fjalën e kuptimin e ofrimit të shërbimeve, domethënë është mirë që edhe ata qytetarë që janë me gjendje thonë ekonomike, domethënë i marrin shërbimet. E përmend edhe këtë ekipen mobile që kemi në për shtëpia, në për
Vushtria është e vogël, është e lidhë me rrugë të asfaltume, do me thonë kreti kemi edhe fshatin Skoçnë që nuk është, po atje nuk ka banor, po e kam fjallin gjitha që tu fshatrat që janë të popullume me banor janë të lidhura me rrugë të asfaltume. Kryetar, me qenë se jemi të mirëqenia e qytetarëve, do kisha dashur me ditë në lidhje me nivelin qendror, po kalojmë në një ngërç politik, tashmë është edhe sot seanca e 30 ku nuk po kemi konstituim të Kuvendit të Kosovës, se shkak i këtij mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës ka mbesur pezull edhe fondi i Bashkimit Evropian, i cili do t'ju kishte ndihmu jashtëzakonisht shumë komunave. A keni pasur ndonjë plan specifik që do të financohesh nga fondi i Bashkimit Evropian? Po, spari, për një përcjell nga afër këto zhvillime, nuk janë të pëlqyeshme për mua. Këtu jam shumë kritik, madje jam kritik shumë i rrekt, sepse do të me gjetë modalitet më ule dhe me ndërtu institucionet, me ndërtu kuvendin, me ndërtu qeverin, se demokracia kur fuqia votës është e shpërndame në për subjekte politike është normale që një subjekt mos me pas shumicën që dëshiron për me i bo institucionet, por ata do të më ule dhe do të me i largu ato teke vijat kuqa, s'ka lidhje kush me kanë e bon koalicionin, por une për mendimin tem do t'ishte e hapur mundësia me secilin me ofru koalicion edhe me i themelue, sepse kjo mandej ka ndiku edhe të fondet e BE-s, edhe pse drejt përse drejti ne nuk kemi pas projekte dhe më thonë që i kanë afektue, por kompania për parimi që sponsor është Komuna e Vushtrisë 100%, ka pas një deponit e mbeturinave dhe shkaku i qytyre fundeve ajo deponia e mbeturinave ka metë, edhe pse kemi caktue në një farë mënyrë lokacionin, ka metë pa ndërtue. Kryetar, po gjendja me ujë të pishëm në komunën e Vushtrisë si qëndron? Gjendja me ujë të pishëm kam pas ka pak vështirësi qytetarët që tu ditë të fillimit, edhe unë jam alarmu për këtë, me thonë të drejten, edhe kam thirrë një takim urgjent me kompaninë regionale të ujësillësit, se du me e sqaru para qytetarëve për shkak se të gjitha kërkesat adresohen të kryetari i komunës, pra edhe ujësillësit, edhe energjisë elektrike dhe çdo gjë, sepse adresa është kryetari i komunës. Por, menaxhimin me ujësillë se ka kompania regionale e ujësillësit Mitrovica, edhe pse fabrika është ndërtuar në komunën e Vushtrisë, jemi komuna vetme që kemi fabrikë të ndaras, do me thonë prej të tjerve. Na si komunë kena investu shumë në shtrirën e rrjetit të ujësillësit, në sanimin e gjendjes, në të defekteve kudo që ka pas. Por, kur është në pyetje, do me thonë me lëshu edhe me nal ujin, nuk është komuna ato, është kompania regionale ujësillësit. Apo ka... Arsyetimi i tyre ka qenë keq përdorimi dhe ne dje kemi marrë një takim urgjent, e kemi themelu një task force të përbashkët, Komuna e Vushtrisë i ka ofruar komplet logjistikë, i ka ofruar inspektoratin komunal për me dal edhe me i ndeshku keq përdoruesit. Pra, ju kom thonë dje në takim, po ju thamë edhe sot, është sezon i verës dhe do të ketë zero tolerancë për mungesën e ujit të pishëm për qytetarët e Vushtrisë. Ju kom thonë 24 orë jam me komplet ekipe në disponimin e juaj ku do që ju keni nevojë. Por nuk ka tolerancë sepse uji është jetek. Sa i përket shtrirjes së rrjetit, mbulimit të territorit me ujë të pishëm, na ka metë edhe pak punë në pjesën lindore, do me thonë janë disa fshatra, edhe pak në pjesën perëndimore, po prap po e përmbyllëm me këtë mandat. Kryetara, keni arrit me përmbush ato premtime që keni dhënë në lidhje me hapësirat e gjelbërta në komunën e Vushtrisë? Ka mjaftu shumë hapësira të gjelbërta? Po, kemi punu në këtë drejtim jashtëzakonisht shumë, vlen të theksohet, do me thonë vetëm shtetitoret që i kemi ndërtuar në rrugën do me thonë shtetitoret e Enver Zymberit, e Silnica, edhe ato hapësirat e gjelbërta që i kemi kriju, që çdo natë tash dalin qytetarët me shumicë në për ato shtetitore, ka hapësirat e gjelbërta, ashtë sa kemi pas hapësirë, po që ajo është pjesa me madhe, e kemi ndërtu një park rekreativ, e kemi ndërtu edhe në Lumë të Madhe, është një park jashtëzakonisht i mirë, dikun afër 2 hektar park,
një tjetër me një fushë sporti në Stanovsin e Epërm, por gjitha këto prap janë pak, sepse ka nevojë për më shumë hapësira të zgjelë për ta. Kemi qenë shumë të kujdesshëm, do me thonë mbjelljet e drujve dekorativ kemi mbjell shumë edhe lule kështu, por hapësira si hapësirë tash na mungon një park i qytetit që këto nuk ka mujtë me realizu brenda mandatit, kam menduar kemi dikon 5 hektar të prapë po tham të Silnica, ashtu thjerret një pjesë të Dyneku, dhe kemi menduar atu me bo një projekt të mirë, për me bo një park ku mundën qytetarët me i kalu edhe vikendet. Kryetar, a mundemi me pa të gjitha ato pemë që janë mbledhur në komunën e Ushtrisë, me qenë se shumë komuna pa ankohen se kompani që është dashur ti mirë mbajnë, ato punime nuk i kanë mirë mbajtë sa duhen. A ekziston ky problem në komunën e Ushtrisë? Jo, ky nuk ekziston për një arsye të vetme, sepse na nuk jemi shkuar me mbjell pemë të nder. Na këteja kemi jep kompanisë tonë për parimit, që ajo ka, do me thonë, edhe mbjelljen, edhe mirëmbajtjen. Edhe prej që atyre pareve që i marrin prej neve, ata i paguajnë që ata punëtorë që punojnë kompani. I kemi hap dikon ndoshta për mi 20 puse të ujtë, se Vushtria njihet si një vend i rrafshtë dhe ka shumë ujëra nëntoksore, dhe ne kemi hap puse të ujtë, tash me i thonë dikuj që na në rreth rrotullim kemi hap puse të ujtë, edhe janë të vendosura pumpat, edhe është sistemi automatik ku jitin lule, dhe me thonë programohen, hapen dikun flutrat në ora 11 të natës edhe një herë ditën, edhe në temperaturat më të larta, dhe me thonë ke pa gjelbrim edhe ke pa lule. Shumë mirë, kryetar. Një pyetje që do kisha dashur ta di për fund, a do të kemi edhe një herë në një mandat në komunën e Ushtrisë? Deri tash nuk kam vendosur, pra nuk e kam nda mendjen për por kemi edhe një periudhë kohore, do me thonë që të shohim. Çka po ju skakton, kryetar? Pse ende nuk e keni arritur ta merrni një vendim? Me ju thonë... Ngritur të gjitha këtyre planet që ju e keni realizuar. Me ju thonë të drejten, qytetarët e Ushtrisë tash më njohin mirë. Unë, për mos me thonë, ma pak dikun 60% të kohës time kam kalu në teren. Nuk ka projekt në qytet, në fshat, kudo që është zhvilluar që nuk kam qenë në prezent ato, por mos me thonë që gati kom luajtur edhe rolin e menaxherit projektit. Dhe unë jam një tip që nuk i vej notat larta vetes, edhe kur punoj, këtë do t'ja la qytetarëve me vlerësua, por jam një tip që jam pak vetë kritik. Në me thonë, në qofë se kom planifiku diçka dhe se kom realizu në më njerë thamë që to s'ko mujt me kry. Që është përmena për parkun e qytetit, në me thonë, e kom planifiku, nuk kom mujt, por këtë arsy. Por gjithësin e kom pas të nivel shumë të lartë edhe gjatë gjithë kësaj kohë ju marrë me projekte. Ju marrë me ato sepse herët avon mandateve ju vjen fundi. Ju vjen fundi dhe për çka kemi me umajt men, na kemi me umajt men për ato çka e kemi lanë, do me thonë çka e kemi punu, dhe unë nuk kam dashur pavarësisht a do t'isha kandidu apo jo, do me thonë qitë mandat qytetarët e Ushtrisë besoj që kanë me kujtu shumë projekte. Kryetar, unë besoj që ju do ta merrni një vendim pozitiv dhe përsëri do të garoni në këto zgjedhje, të cilat do mbahen me 12 tetor tashmë të shpallur nga presidenti i vendit. S'pari inshallah kemi shëndetin, e këto të tjerat janë që i vendosim, bashkarisht me shok, jo vetë. Faleminderit shumë, kryetar, që ishe pjesë e Infodesë, edhe ne do të presim edhe herave tjera. Faleminderit shumë edhe ju edhe shumë suksese. Të nderuar shikues të Infodesë, do kthehemi për të folur në lidhje me protestën e mbajtur nga bizneset sot në sheshin Skënderbej.